Në Shqipëri, duket se karrierat politike nuk shkatërohen nga skandalet. Përkundrazi, ndonjëherë thjesht ndryshojnë skenë, dhe rasti Monika Kryemadhi duket sikur po e dëshmon këtë formulë me një qetësi të habitshme. Sipas kësaj logjike të re publike, mjafton të bëhesh opinioniste e një reality show, të kritikosh të këqijt e të lëvdosh të preferuarit e publikut, dhe imazhi për ty ndryshon brenda sekondit. Një figurë politike që përmendet në dosje hetimore, papritur shndrohet në një personazh interesant i studiove televizive dhe rrjeteve sociale, me mijëra njerëz që respektojnë mendimin e saj, teksa harrojnë se ky personazh u ka grabitur miliarda. Ndërkohë që SPAK e ka përfshirë Kryemadhin në hetime për korrupsion pasiv dhe aktiv, në hapësirën online duket se po zhvillohet një tjetër histori. Urime, duartrokitje dhe ftesa në intervista, sikur bëhet fjalë për një VIP të showbizit dhe jo për një figurë politike nën hetim për vjedhje të popullit. Në këtë realitet absurd, duket se skandalet nuk zhduken, ato thjesht zbehen shpejt. Mjafton pak kohë, disa dalje publike dhe pak narrative re, dhe diskutimi kalon nga drejtësia te argëtimi mediatik. Politikanët e vjetër të karrierës duket se e kanë kuptuar mirë një rregull të artë të politikës shqiptare. Kujtesa publike është shumë e shkurtër. Shumë gjëra harrohen, shpesh edhe brenda 3 ditësh. Dhe kështu ndodh paradoksi i madh. Figura që priten t'japin llogari përpara drejtësisë rikthehen në studio televizive për të analizuar realitetin, për të komentuar politikën dhe për të marrë duartrokitje. E në fund të ditës kur thirren para dyerve të SPAK për dhënë llogari, kanë guximin edhe të tallen se s'kan kohë t'japin llogari për vjedhjet e tyre, pasi në mbrëmje ka një mision të shenjtë që është argëtimi i shqipove me bukë cirk, dy gjëra thelbësore për mbijetesën e një populli të vdekur.